Ajo që po i ndodh klubit të handbollit të vajzave i Stogu duket krejtësisht e pabesueshme. Njëri nga klubet me historinë më të suksesshme në handbollin kosovar, por dhe përfaqësuesi i rregullt i Kosovës në garat ndërkombëtare, po përballet me krizën më të thellë financiare. Madje ajo është duke rrezikuar edhe përjashtimin nga garat e Superligës, si dhe shuarjen e plot si klub. Shkaku kryesor është një problem infrastrukturor që po zvarritet prej më shumë se 2 dekadash e që ka të bëjë me një palestër sportive në Istok. Situata u përkeqësua edhe më shumë kur javën e kaluar Istoku u detyrua që ta humbas ndeshjen kampionale kundër Prishtinës me rezultat zyrtar, për shkak se handbollistët e këtij klubi nuk kishin asku të stërviteshin e asku të luanin ndeshjen. Në një intervistë për Kosova Press, trajneri i Stogut Faruk Shala shpjegoi se problemet u përshkallëzuan kur palestra private që është shfrytëzonin u mbyll, duke lënë ekipin pa asnjë hapësirë stërvitore. Sipas rregullave të garave, nëse klubi humbet edhe një ndeshje tjetër me rezultat zyrtar, ai automatikisht përjashtohet nga kampionati dhe kjo rrjedhimisht do të çonte klubin drejt shuarjes. Dhe normalisht nëse nuk morrim pjesë në gara, unë nuk e di si me quajt ndryshe vetëm shurje, sepse përderisa nuk merr pjesë në gara, në formë shndrohet në një klub inekzistent. Megjithatë, ne po mundohemi me forca krejt tonat, sepse nuk kemi asnjë lloj përkraje nga asnjë institucion. Zemra e problemit është palestra e sporteve të qytetit, ndërtimi i së cilës filloi në vitin 2006 dhe ende nuk ka përfunduar. Shala e përshkroi gjendjen e palestrës si tronditse. Madje pamjen e saj ai e krahasoi me pamjen e ndonjë objekti që mund të jetë bombarduar në luftën ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë. Ajo më shumë ti ngjan disa objekteve që unë i shoh në televizion ose në rrjetet sociale kur ato raketat e Rusisë sulmojnë Ukrainën edhe bojnë shumë dëme aty. Domethënë pamja aktuale e gjendjes që është mbrana është pikërisht si në bombardimin një objekti në Ukrainë atje që ka ndodhur se nuk qep tjetër mesazh. Për këtë situatë, Shala drejtoi akuzat të drejtë për drejta ndaj 2 institucioneve, të cilat i cilësoi si fajtorët kryesor Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komunën e Istogut. Sipas tij, asnjëra palë nuk e ka trajtuar këtë çështje me prioritet, duke lënë klubin dhe sportistët krejtësisht në harres. E gjithë kjo ka rënduar gjendjen e klubit të handbollit të Stogut, edhe ka pru pozitë që një prej klubeve më të suksesshme në Kosovë, më shumë për shkak të mos përkrajjes financiare dhe mos krijimit të kushteve minimale për punë. Për të mësuar nëse Komuna e Istogut ka ndonjë plan për ta ndihmuar klubin në këtë situatë, Kosova Press ka kontaktuar me kryetarin e Komunës së Istogut, zotrin Ilir Ferati, i cili ka bërë të ditur se si komunë janë duke bërë maksimumin për ta ndihmuar klubin, por ai gjithashtu ka zbuluar se janë duke kontaktuar edhe me ministrin e Rinisë dhe të Sportit, zotin Blerjem Gashani, për të parë nëse është e mundur të gjendet ndonjë rrugdalje urgjente për këtë situatë të krijuar. Një obligim edhe personal, përpos obligimit sekretar që kam ndaj. Klubit është kërkesa që ja kemi drejtuar para 2 viteve Ministrisë Kulturës kohën sa ka qenë herë vllazë komunist. Për më na ndihmu me një memorandum me kuptimin me na programin e vlerë për 900.000 eurosh për me finalizu rehabilitimin e branshit. Tash në jetën kërkesë kemi drejtuar te Ministri i Sportit zoti Gashani, në jetën kohë tje përmes kabinetit tim kam kërkuar takim zyrtar me zotin Gashani për me njoftu për problemet që i kemi. Ndërsa nga Federata e Handbollit të Kosovës, i kanë thënë Kosova Pressit se nga të gjitha palët janë duke u bërë përpjekje maksimale që Istogu ta zhvillojë ndeshjen e radhës në kampionat kundër Besës, sepse në të kundërtën klubi do të përjashtohet nga garat.